Tani kur e kam lindur me burrin e parë, kam qenë në Athinë. Në Athinë atje u ndava unë me atë, po jam ndarë kur ka qenë goca 2 vjeçe. Kur jam ndarë me atë, i më mbajti librin e gocës, do me thënë librin e vaksinave. Dhe më ngeli pa regjistruar goca. Mos e mu drejt gjithçka në moment që ajo iku, sepse unë në një periudhë 6 mujore kam qenë në psikiatri dhe i kam ndjekur gjithçka, edhe robët e saj. Pse kaq shumë e ke përjetuar ndarjen me Kadenën sa përfundove në spital? Jo ndarjen e Kadenës që shumë mendoni juve. Po ndarjen e një babai në një fëmijë që është rritur jetim dhe ka zbullizuar nga mosha 6 vjeç deri në moshën që është i madh. Kur vjen në shkollë tallni shok që ti s'ke baba dhe nën. Çfarë ka ndodhur me nënën dhe babain tuaj? Babai më ka vdekur kur ka ardhur në Greqi. Nëna ime në Allah se ishte pothuajse 24 vjeçe, vazhdoi jetën e saj. Ka një vajzë tash është 25 vjeçë, është e martuar, ka dhe fëmijë. Ke motër? Nuk kam motër, nuk kam as nën. Nëna mund të jetë, po nuk kam. Në moment që më lë dhe më rrit gjysh nuk kam nën. E keni gabim. Nuk e dua nënën kur jam 35 vjeç. E dua nënën kur jam fëmijë. Të më japë një kulturë, një rrugë të drejtë. Se mund të bëhem kriminal, drogaxhi, çdo gjë. Çe dua nënën kur jam 25 vjeç.